aleanca tashmë me. Po edhe ajo çfarë fituese. Ajo është fituese sepse pragu ul. Jo sepse ju rritën numra. Ësakt, po. Pjesëmarrja, ulja e pjesëmarrjes rriti. Shikoni, përqindja nxirret edhe në 100. Nëse 100 vetë votojnë, ka përqindje edhe aty. Nëse 100.000 vetë votojnë, edhe aty ka përqindje. Nëse 500.000 vetë votojnë, edhe aty ka përqindje. Pra unë nuk jam, këta munohen dështimin, partitë të gjitha që i kam pa, edhe këta të lalët që pa ju dalin në për studiot. Më kujtove, 13 tha, por është 17 më e madhe. Pra, gjitha po munohen këtë debakël të arsyetojnë me përqindje, që realisht të gjithë kanë humbë. Sa e një dhe besoj që e një Bedri Hamzën, jam i bindur që ai e merr parasysh. Për aq sa e një Albin Kurti dhe besoj që e një, edhe ai e ka parasysh. Përshti zotni Ardigjiku nuk e një personalisht, nuk di, po besoj që edhe ai është nuk është aq i marr, nëse më marr parasysh. Çështja është se si do ecim tutje. Me këtë diskurs, duke i akuzuar partitë tjera, vetëvendosja i ka humbur 150.000 vota, ne kemi fituar dhe i shija në një nga këto debatet e mërzitshme në televizionet e Kosovës, 2 politikanë të ri, pa të kaluar, pa hipoteka të kaluarës, dhe akuzonin njëri tjetrin se ju humbët kaq vetëvendosja humbi, kaq humbsja më e madhe është vetëvendosja atje. Pra, sikur nuk e kanë kuptuar disa mesazhin, ose nuk duan ta kuptojnë mesazhin, ose janë ka i trajtojnë votuesit e Kosovës si idiot. Mendojnë se pse e kanë një kamerë përpara aty, dhe mund të brëçfullisin çfarë të duan, sepse votuesi kosovar është aq i ignorant dhe beson. Pra nuk ka ajo që madje edhe shpesh dëgjohet nga disa analistë thënë që politika nuk ka etikë, politika nuk ka moral, edhe ashtu e thënë në krenarin atë. Shqit isha po flasun, sa men që më po flasun. Jo, ka politika, mëra. Shembull konkret, para 2 ditë, ministri mbrojtjes në Britani dhe dërheqje, sepse nuk ju dha buxheti të cilin ai e kërkoi. Fillimisht i kërkoi 18 miliard, ju premtuan 15 miliard, dhe në fund ju zotuan 10 miliard, ai dha dërheqje, tha se programin të cilin unë e kam përgatitur për reformat në Ministrinë e Mbrojtjes nuk mjaftojnë këto, andaj po jam dërheqje. Kur do të vijë koha që ministrat shqiptar, qofshin të Kosovës, Shqipërisë Londineze apo edhe në Maqedoni, të japin dërheqje për etikë, për moral. Pra, politika është shumë e moralshme. Por që ne kemi bërë për shkak të akoma nuk po mundemi të dalim nga mendësia komuniste, dhe unë kam parasysh gjeneratat e pjekura në komunizëm, qofshin këta baby boomers, qofshin edhe gjenerata ime X, madje edhe milenium, por kur i dëgjon këto deklarata nga gjenerata Z se politika nuk ka moral, që don moral shkon në xhami apo në kish, e kësiva broçkulla është me të vërtet për të ardhur keq. I dëgjon në televizion, në televizionin publik, në kohën pik, siç i thuhet, pra nga ora 8 në 10. Dhe thashtë paramenon se çfarë mesazhi i qohet një gjeneratës alfa që mbase një 15 vjeçarit që mbase ëndron mu bë politikat. Nga të shte e mësën që politika s'ka moral.
apo si që thojnë politika është kur. Jo, politika është shumë e mërash. Dhe duhet tentuar të funksjonojmë në një politikë moralshme dhe me etikë. Madje kriteri i parë edhe për shumë ata që duan të bëhen pjesë e saj, fillimisht është që duhet lënë moralin për të kapërcyer për të hyrë. Për fat keq. Ajo mendësi është në Ballkan përgjithësi, jo vetëm se tek ne, po një gjë e tillë shihet edhe te serbët, po edhe te kroatët e bosnjakë, këto që unë i përcjellet. Pothuajse është një mendësi uniforme. Prandaj kemi punë siç i kemi, sepse politika është bile është kryesorja, politika vendos për reformat në arsim, politika vendos për reformat në drejtësi, politika vendos për reformat në politikat sociale, në ekonomi e tjera tjera. Pra politika është shumë e rëndësishme për të qenë jo e moralshme. Gjithçka është në fundit politike. Zoti Tali, ju në bisedat e shkuara që ne kemi folur, parashikimi juaj ka qenë që zgjedhjet sipas gjitha gjasave do kemi prapë në vjesht. Por ndoshta mund të kemi një ndryshim të situatës që mund mos jetë copy-paste si ajo e tanishmja, nëse lirohen komandantët e Hagës, pra mund të ketë një ndryshim sepse PTK-ja ka mbajtur atë elektoratin e vet aty. Gjithmonë kemi pas lëvizje o drejt vetëvendosjes o kishim LDK në këtë aks. Kurse pjesa e PTK-s ka qëndruar tani, nëse ata kthehen dhe rikthehen në politikën aktive, situata në vjesht mund të ndryshojë në këtë aspekt? Po spari uroj që ata të kthehen, sepse që në fillim kanë qenë kundër gjykatës speciale, për shkak të strategjisë që kanë zgjedhur zoti Thaçi. Unë nuk kam komentuar sepse kam menduar që komentet mund ta dëmtojnë atë personalisht. Zoti Thaçin e kam kritikuar për politikën e tij, po kur asgjë personale me atë njerëz s'kam pas. Përkundrazi, Hashim Thaçi është i vetmi që ma ka ofru postin e ministrit të ekonomisë në vitin 2010, natyrisht e kam refuzuar për shkak të aktivitetit tim politik. Andaj i dëshiroj kthim më të sinqert mundshme atij dhe nuk jam pajtu me gjykatën speciale, sepse për të bërë një gjykatë speciale për UÇK-n duhet paktën një udhëheq serb të burgoseshin për krimet e bëra nga Slovenia, ndosë Sloveni më pak, por Kroacia, Bosnia edhe në Kosovë. Shiko, plani patkoji. Nuk e kanë hartu 2 vetrave dhe ekzekutu 5 vet. Po aty është një brigadë njerëzve të cilët kanë marrë pjesë në hartimin për gjenocidin ndaj shqiptarëve, për pastrimin etnik dhe për ekzekutimin. Ne e dim se si e ekzekutu, jemi dëshmitar 1 milion njerëz. Pos kamerave, inqizimeve, tjera. Pastaj, shihet anomalin, ta zëm, e di që me këtë që do ta them nuk do ta dëmtoj zotnin Krasniqin përkundrazi. E marrim Jakub Krasniqin. Hajde për një moment supozojmë se ushtria qëllimtare e Kosovës ishte ushtri tamam e Republikës Kosovës. Pra ishte ushtri me komand, me policinë ushtarake, me gjyqin ushtarak, pra me gjitha mekanizmat që duhet t'i ketë një ushtri. Dhe po e promovojmë zotnin Jakub Krasniqi në ministër të informimit të ushtrisë qëllimtare. Pra jo zëdhënës. Si është e mundur në zyrtarisht shifra në cilën thuhet se janë të zhdukur apo të vrarë serb në Kosovë janë 2000, gjësa shqiptar janë 10.800. Pastaj janë 20.000 gra të dhunuara shqiptare. Ta marrim rastin e Pandës, ku ushtria serbe, ushtria flas për Udbën,
bën krim në Serb për t'ia lënë në QKS faj, e tjera tjera. Gjatë gjithë kësaj kohe, ministri i informatave ka qenë Aleksandar Vučić. Gjatë gjithë kësaj kohe, ministër, si them, kolegu i Jakub Krasniqit ka qenë Aleksandar Vučić. Pra, pa u fut në aktivitetin e tij të varret e hebrejve, Sarajevo Safari, pa përmendat famshmën e tij, ju e vritni një sërb, ne do të vrasim 100 musliman, pa përmendur atë fjalimin e zjarrit të tij në Gli të Kroacisë, por vetëm se postin e tij, ministër i informatave, e pranoni si një peacemaker, si një dikush që bën paqe, si një politikan i kalibrit të madh në të gjitha forumet botërore, kurse një zëdhënës i thofshin, se ne e dim se çfarë zëdhënës i ka qenë Jakub Krasniqi, i dim kompetenca çfarë i ka pas në atë hallakamër, e akuzoni për krimet luftës. A ka logjik? Prandaj kam qenë gjithmonë kundër gjykatës speciale, sepse nuk ka drejtësi aty. Ka politik, por nuk ka drejtësi. Dhe sinqerisht ju dëshiroj kthim pa u fut në ato konsekuencat që do t'i ketë nëse ata dënohen për krimet luftës. Kam parasysh edhe këto viktimat shqiptare, politike, por zarari do t'jetë më i madh në dënimin e tyre për krime kundër luftës, ashtu UÇK-s, pastaj do të kemi problem edhe probleme. Më mirë do të thoja, do të kemi sfidat me propagandën serbe, sepse propaganda serbe tashti, pa asnjë argument, na akuzon për shumë çka, e pastaj do të na akuzoj edhe më shumë. Prandaj unë uroj që gjithë ata atje të akuzuarit të dalin faqebar, të kthehen në familjet e tyre. A i kthehen politikës, mund t'i kthehen politikës, ka vend, bile nëse i kthehet politikës, Hashim Thaçi si i dal i pafajshëm, besoj se edhe politikëvërin do ta bëjnë ndryshe, sepse përshtypja ishte se e kishte barë Hagën, prandaj edhe i bënte disa gjeste të cilat unë nuk pajtohesha. Por si do që të jetë, spari ata t'i kthehen familjeve të tyre, e pastaj shohim e bëjmë. Sa i përket zgjedhjeve të radhës, akoma nuk po i dim votat e Mërgatës, por nëse... Ka vajtë 50 deputet lëvizja vetëvendosje sot. Po tash kemi një, si them kështu, një pasqyrë, por jo saksisht. Të presim derisa votat... Me gjitha të koalicioni është i domosdoshëm për presidentin, se qeveria, mund të formohet... Po, dakor. Jo, atë që deshta ta them është se akoma nuk po i dim rezultatin final. Po si do që t'jetë nëse është ky rezultat që po supozojme, po pajtohemi pak a shumë, mbase për një deputet më shumë më pak, apo 2 deputet, apo 3 deputet, do t'jetë ndryshimi. Nëse ishë opozita, se të shtes kemi asë opozita, por nëse ishë opozita, flas për AK-n, PDK-n dhe LDK-n, ja rrinë të bëjnë qeverin, do të bëjnë. Qoftë edhe me listën serbe, sepse edhe ashtu lista serbe është pjesë e qeverisë. Kemi me kushtetut, është obligueshme që partia serbe, përfaqësuesit serb të jenë pjesë e qeverisë. Do të bëjnë qeverinë për t'ja marrë pra kompetencat Albinit, edhe duke patur parasysh se nuk do të mund ta zgjedhin presidentin pa vetëvendosjen, pra edhe